film është tregim për mbrojtësit e adeut tonë socialist, ushtarët dhe kuadrot, antarët e forcave të armatosura popullore dhe vullnetar, tregim për njerëzit tanë që ditën dhe natën përsosin mjeshtrinë e tyre luftarake, krijojnë forma dhe metoda të reja luftimi, thyejnë normat e vjetra dhe rrisin pa ndërprerje fuqinë mbrojtëse të adeut tonë socialist. Të frymzuar nga vendimet historike të Kongresit 5 të partisë tonë, të brumosur me cilësi të larta moralo-politike, ushtar dhe oficer, punëtor dhe fshatar, duke vënë politikën në plan të parë, duke mbështetur në forcat e veta, përvetsojnë me këmbgulje mjeshtrinë luftarake, revolucionarizojnë mëtej stërvitjet, përgatiten për t'i bërë ballë çdo armiku dhe për të fituar mbi të. Në mbledhjet e organizatëve të partisë, komunistët, duke zbatuar porositë dhe udhëzimet e partisë, duke mbështetur në vijën e masave, paraqesin mendime dhe propozime të vlefshme, përcaktojnë detyra për të ngritur sa më lart nivelin e përgatitjes politiko-luftarake për revolucionarizimin e mëtejshëm të stërvitjes. Do zhvillojnë stërvitje në të cilat marinkeske, mësor dhe atelier, gjenjer dhe ndërlisa, vullnetar popullor, pleq edhe të rinj. Për të pas stërvitjet kanë ardhur kryetari i Këshillit Ministrave Shoku Mehmetçeu, Ministri i Mbrojtjes Popullore Shoku Bekir Balluku dhe kuadrot e tjera të ushtrisë. Efektivi ushtrisë popullore, ushtar dhe kuadro, si shok armësh dhe vlezër të një klase, zbatojnë me mërgjegje të lartë vendimet historike të Kongresit 5 të partisë, revolucionarizojnë konceptet, ndërgjegjen dhe stërvitjet. Armatosen çdo ditë me teorinë marksiste e leniniste, përvetsojnë shkencën ushtarake moderne, forcojnë disiplinën e ndërgjegjshme, lidhjet e ushtrisë me popullin, përvetsojnë shkëlqyshëm armët dhe teknikën dhe nxjerrin prej tyre maksimumin e mundshëm të kapacitetit. Ushtarët kaliten fizikisht për të vepruar me zotësi në terren të thyer në kushte të vështira kohe ditën dhe natën për ta kthyer fushën e stërvitjes në fushë luftimi.
duke vënë në jetë me hovë revolucionar porositë e partisë e Çokut të Ver, që çdo ushtar të ditë të përdorë të gjithë armatimin organik të nënrepartit, ushtarakët të hapin zjarr të shpejt e të përpik. Pas mortajës ata marrin në dorë topat pas brapsje, mitralozet, automatikët, pushket. Argjesojnë objektivin me predhën dhe bërshtin e parë dhe bëjnë kështu pionier të një lëvizje të re të fuqishme në ushtrinë popullore. Sukseset e arritura nuk janë kufi për ushtarët. Ata luftojnë për rezultate të reja dhe janë bërë iniciator të lëvizjes revolucionare që të bëjmë më tej. Çoku e Ver mëson se ushtarët dhe kuadrot duhet ta dinë në perfekcion armën që kanë në përdorim, në perfekcion matematik nga çdo pikpamje. Kjo është ana teknike, por ushtarë dhe kuadër me të njëjtën përpikmëri të anës teknike duhet të dinë edhe politikën e armës. Armët duhet t'i njohim e të dim t'i përdorim nga ana teknike e thjeshtë e njohjes, nga ana teorike e efektit dhe nga ana praktike e përdorimit. Ne duhet të mësojmë që t'i përdorim me efikasitet të plot këtë armë, nga mëson Çoku e Ver. Pasi hedhin granatat në trashën e armikut, ushtarët këmsor të cilët përdorën me sukses të plot të gjitha armët në organik të nënrepartit të tyre, lëshojnë në sulm të vrojtshëm. Ndërkohë, në mbështetjen e zjarrit të artillerisë, këmsoria hidhet në sulm. Në stërvitje, në kushte sa më të ngjashme me ato të luftës, ata përgatiten për të ndeshur e për të fituar kundër çdo armiku. Me zjarin e tij, armiku pengon përparimin e mëtejshëm të këmsorisë.